Universiteti Fehmi Agani në Çakov ka nënshkruar sot një memorandum bashkëpunimi me shoqatën e intelektualëve Jakova. Rektori i Universitetit Drilon Bunjaku ka bërë të ditur se në kuadër të këtij bashkëpunimi përfitojnë studentët dhe stafi akademik, duke organizuar kështu trajnime për sigurinë kibernetike. Me shoqatën intelektualëve Jakova kemi nënshkruar një memorandum të bashkëpunimit i cili thellon bashkëpunimet tona edhe me tej. Në kuadër të këtij memorandumit bashkëpunimit parashihet që bashkëpunimet tona do të thotë përvoja, ekspertiza e anëtarëve të shoqatës intelektualëve Jakova të ndihmojë edhe në punën e universitetit. Në kuadër të këtij bashkëpunimi studentët do të përfitojnë edhe stafi akademik, ku anëtarët e shoqatës kanë shprehur gatishmërinë që t'i ofrojnë ekspertizën e tyre tek studentët. Sot me pas të organizohen takime ku ekspertizën e mbrojtjes dhe sigurisë në punë, sigurisë kibernetike dhe mbrojtjen në preventiva, domethënë në mbrojtjen sipas sulmeve të mundshme në shfrytëzime të përditshme të sistemeve digjitale, do të thotë diçka që është shumë aktuale për çdo që shfrytëzon internetin ose rrjetat kompjuterike. Profesori Rushdi Sefa, kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, tha se shoqata Siaset me këtë formë të bashkëpunimit ka dëshmuar se janë të gatshëm të kontribuojnë në të gjitha institucionet me ekspertizën e shoqatës. Ndërkaq në kuadër të këtij memorandumit të bashkëpunimit, Yll Ferizi, magjistër i shkencave kompjuterike, sot mbajti edhe trajnim për mbrojtjen ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike. Nga aty u tha se qëllimi i këtij trajnimi është që të rinjtë të mësojnë se si të mbrohen nga sulmet kibernetike dhe këto të dhëna të mësuara ti transmetojnë në ambiente tjera.